Festivali ndërkombëtar teatror Skampa çel edicionin e tij të 27 në Teatrin e Elbasanit, një rrugtim me sfidave e vështirësive, por mbi të gjitha me sukseseve si vetmi festival moje gjatë i këtij lloji në Shqipëri. Festivali i këtij viti vjen në moton Zgjerimi, ndërsa do të performojnë 9 trupa vendase dhe të huaja. Regjisorja Dionis Filipi na njeh rëndësitë e këtij edicioni dhe se si ky event këtë vit do të ndahet mes qytetit pritës, Elbasanit dhe Tiranës. Kemi të estetik shumë bashkëkohore dhe ditën e tretë do të kemi 2 trupa të tjera. Njëra trup vjen nga Kosova, është Dancing Theater, është brenda gjuhës festivalit, si festival kontemporan, dhe në mbrëmje do të kemi trupën serbe, dhe është një shfaqje përsëri shumë e bukur, është i vepër e Federico Garcia Lorcos. Ditën e diel për të vazhduar me cirkun kombëtar shqiptar, i cili do të ketë shfaqjen performancën në shesh. Në mbrëmje do të kthehemi këtu me trupën e teatrit kombëtar eksperimental, Kujtim Spajvogli, dhe ditën e hënë në përmbyllje do të kemi Teatrin Skampa. Trupa e ansamblit shtetëror turk është shfaqja e cila çel siparin e festivalit, ndërsa e përmbyll më datë 6 tetor, trupa e Elbasanit, Çfarë pa kryeshërbëtorja me regji të Kiço London.